Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot do ju prezantoj petullat me ujë, e di që ju duket e çuditshme pasi ne jemi rritur me shprehjen nuk bëhen petullat me ujë, por në përbërjet e tyre këto janë bërë me ujë dhe janë shumë të mira, të shpejta, pambuk të buta dhe nuk përthithin vaj më shumë se që përthithin petullat zakonisht. Fillojmë pa humbur kohë. Në një enë kam shtuar 300 gram miell gruri, një lugë çaji krip dhe masën do ta përziejmë shumë mirë. Pasi është gati, do shtojmë 2 vezë. Do vazhdojmë me 250 ml ujë të ngrohtë, do ta shtojmë pak e nga pak, duke e përzier masën dhe duke e parë me sy. Nëse duhet pak më shumë, mund ta shtoni atë. Përzierja është shumë e rëndësishme pasi nuk duhet të ketë masa asnjë kokriz. Në fillim e kam përzier me lugë, më pas me një tel kuzhine, pasi bën një përzierje akoma dhe më të mirë. Dhe siç e shihni, masa është perfekte. Është e hollë, pak më e trashë se sa masa që përgatisim për krepa. Do shtojmë vaj në tigan, mos e kurseni vajin edhe mos u shqetësoni pasi nuk përthithin vaj. Do t'i skuqim në temperaturë të ngadaltë, por në momentin që do vendosim masën për skuqje, vaji duhet të jetë i nxehtë. Do t'i kthejmë her pas here me kujdes në mënyrë që të marrin atë ngjyrën e mirë dhe të skuqen në mënyrë të njëtrajtshme në të gjitha anët. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë në kanal. Siç e shihni, kanë marrë një ngjyrë shumë të mirë. I vendosim në një pjatë me letër kuzhine poshtë dhe ndërkohë do vazhdojmë me pjesën tjetër të masës që përgatitëm dhe do vazhdojmë kështu derisa të mbaroj masa e brumit. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund ta shkruani atë në koment. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Mund t'i shoqëroni me mjaltë, me reçelra, me djathra, me çfarë të keni dëshirë. Qëndrojnë pambuk të buta edhe kur ftohen. Faleminderit.